Bismillahirrahmanirrahim. Çfarë nën kuptohet me shtëpinë e Allahut? Lidhur me këtë mund të themi se shtëpia e diçkaje është vendi ku ajo diçka më së shumti vendodhet. Një shembull lidhur me këtë është shtëpia e parave të muslimanëve. Quhet e tillë pasi aty është vendi ku mblidhen dhe vendosen paratë e mbledhura prej muslimanëve apo takset e tyre dhe më pas shpërndahen për pjesën tjetër të njerëzve sipas nevojës. Shtëpia e njeriut është vendi që njeriu e përdor për të banuar, për të vendosur veten dhe për të kryer brenda saj nevojat e tij të ndryshme. Nisur nga kjo, gjithçka dhe gjithkush ka shtëpinë e tij apo të saj. Shtëpia e Allahut është vendi që shërben për të furnizuar qenien dhe jetën e saj në mirësitë, bekatitë dhe shpërblimet e Allahut të Madhëruar. Ajo është vendi ku njeriu kërkon lidhjen e fortë me Allahun e Madhëruar dhe ndihmën e tij. Paramendohet gjithashtu se xhamia është vendi ku prania e Allahut të Madhëruar të jetë më e madhe sikurse edhe gjendja emocionale dhe shpirtërore e besimtarit të jetë e tillë. Xhamia konsiderohet një vend ku njeriu gjendet larg ndikimeve të angazhimeve, të punëve të përditshme, për rrjedhoj edhe përqendrimi i tij në adhurim është më i madh. Pyetja që më të drejtë lind në këtë rast është: çfarë do të përfitojmë prej pranisë sonë në xhami? Në shtëpinë e parave të muslimanëve mund të gjejmë para. E pra, çfarë mund të përfitojmë ne konkretisht prej shtëpisë së Allahut? Disa njerëz shkojnë në xhami thjesht për të kryer adhurimet, disa të tjerë shkojnë në xhami për të kërkuar faljen dhe mëshirën e Zotit. Disa të tjerë shkojnë të kërkojnë prej Allahut të Madhëruar që ai t'u jap sukses në këtë botë. Mos vallë xhamia është thjesht për të kryer adhurim dhe më pas për t'u larguar? Mos vallë është thjesht për të kërkuar faljen dhe mëshirën e Zotit, apo mos është për të kërkuar suksesin në këtë botë? Po të kishte qenë qëllimi i xhamisë realizimi i njërit prej këtyre qëllimeve apo çfarëdo lloj qëllimi tjetër në veçanti, atëherë xhamia do të mund ta merrte emrin prej njërit prej këtyre qëllimeve. Ajo mund të quajë, për shembull, shtëpia e faljes, apo shtëpia e mëshirës, apo shtëpia e adhurimit. Vëmërse ajo nuk ka marrë asnjërin prej këtyre emërtimeve, por quhet shtëpia e Allahut. Pyetja që lind është: cila është veçoria e emrit të shenjtë, pra Allah? Veçoria e emrit të shenjtë të Allahut në këtë rast qëndron në faktin se prania e saj nuk është përfaqësuese e një cilësie prej cilësive të tij, duke lënë pa përmendur cilësitë e tjera. Ky emri i shenjtë është përmbledhja e të gjithë emrave dhe cilësive. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin famëlar: "Ngado që të ktheheni" është fytyra, pra ana e Allahut. Bazuar mbi këto ajete të nderuara, mund të themi se shtëpia e Allahut është përfaqësuesja dhe përfshirja e të gjithë mirësive të përfshira te emrat e Allahut të Madhëruar dhe të gjitha cilësitë e tij. Ky emri i madh është burimi i të mirave absolute në të gjitha rrafshet dhe dimensionet. Allahu i Madhëruar na ka njoftuar rreth vetes së tij dhe ka thënë se të gjitha format nëpërmjet të cilave shfaqet e mira burojnë vetëm prej Allahut të Madhëruar. Kështu, xhamia është shtëpia dhe qendra e tij më e rëndësishme. Këtë çështje dashur Allahu do ta sqarojmë në mënyrë më të hollësishme gjatë kapitujve dhe faqeve në vijim.